Në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vjuar sot seanca gjyqësore për dosjen e bushme të njohur si Plumbi Art. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani ka dhënë dëshmi të reja në lidhje me personat e përfshirë dhe rrethanat e disa ngjarjeve kriminale të rënda, përfshirë atentate të dështuara dhe përgatitje për eliminime fizike. Në një pjesë të seancës së sotme, Dumani u përgjigj pyetjeve të avokatit Sokol Azizaj, duke ofruar më shumë detaje për njohjet dhe marrëdhëniet me figura të njohura të botës së krimit në vend. Aleksandër Bahon e njihja përpara Suel Çelës, Oti Kilën kam dashur ta godas sepse sipas asaj që më tha Suel Çela ishte me çapja thaj. Sa i takon atentatit ndaj Lulzim Mashës, drejtorit të shkollës private Wilson në kryeqytet në 2021, Dumani thotë se porositësi ishte Suel Çela, por shkakun thotë se nuk e di. Njohjen me Suel Çelën thotë se e ka pasur në vitin 2021 nga Fatmir Troplini. Sokol Azizaj e pyet për vrasjen e mbetur në tentativë të Lulzim Mashës, cili ka qenë shkaku? Porositësi ishte Suel Çela, shkaku nuk e di. Ka lidhje Erben Laze në tentativën e vrasjes së Lulzim Mashës? Erben Laze nuk ka lidhje fare me ngjarjen e Lulzim Mashës. Njohjen e parë me Suel Çelën e kam pasur në 2021 nga Fatmir Troplini. I akuzuari Enver Diva u drejtua prokurorëve me tone të larta duke i akuzuar për presion. A më paguajnë këta të mbyll gojën që të mos flas? Kam parë në televizor që duan të më fusin në regjimin 41 bis, u shpreh Diva. Prokurorët reaguan menjëherë duke sqaruar se nuk kanë bërë një kërkesë të tillë dhe se do ta verifikojnë pretendimin. Ne nuk kemi çuar asnjë kërkesë për 41 bisin. Përpiqemi të mos shohim shumë televizor. Pretendimin do ta verifikojmë, por nuk ka asgjë të vërtetë deri tani, u përgjigjën ata.